Hello guys, që na doli dielli. Unë po knaqem këtu në balkon, po bëhesha gati edhe doja njëkohësisht të shfrytëzoja edhe këto rrezet e diellit. Edhe ndërkohë që po bëja skin prepin, po mendohesha sa të tjerë mund të ketë si puna ime që kanë qenë gjithë jetën alergjik ndaj retinolit. Unë që në moshën që duhet nisja përdorimin e retinolit, I dhash një shans edhe kuptova që mua më krijon alergji në lëkurë. Nuk e di sa për jush mund të jenë njësoj si unë edhe t'i krijoj retinoli irritim. Duke qenë se unë e kam kuptuar që nuk më bën mirë, kam folur me vajzat e Beautyn edhe më kanë sugjeruar këtë serumin që ju a kam treguar edhe në një video tjetër timen që e përdor në skin prep kur përgatis lëkurën, është ky me peptide edhe kolagjen dhe ka të njëjtin efekt si retinoli, por është goxha më I butë edhe goxha më friendly, edhe nuk ka një efekt aq të ashpër sa retinolin. Unë e kam jo drejt fundit, po e ka kaluar gjysmën, kështu që avash do të porosish një tjetër. Meqense ra fjala, lëkura ime është ndjeshëm më mirë nga çfarë ju kam treguar në fillim dhe jam shumë e lumtur. Nuk kam më akne aktive nga ato të mëdhaja, të kuqe dhe të dhimbshme. Edhe kjo është një fitore shumë e madhe, sepse vetëm unë e di sa e kam vuajtur qoftë për nga ana estetike dhe qoftë nga ana e dhimbjeve që më shkaktonin. Kjo është alternativa ime për të zëvendësuar retinolin, duke qenë se e kam të pamundur që ta përdor. Unë do shkoj të bëhem gati që të eci me ditën. Edhe mos harroni të kujdeseni shumë për veten. Ju kam shumë xhan, ju po të kalofsh